Ulqini për këtë vit është në vijim të përgatitjeve apo një sezon të suksesshme turistike. Një risi e cila na ka gëzuar gjithë posaçërisht ato që drejt për drejt merren me turizëm është fillimi i lidhjeve të Vizerit që në Podgoricë kanë krijuar një, do thoya, destinacion i cili është shumë më lehtë i aksesueshëm me udhëtar që vinë me aeroplan. Dhe diku Vizeri do të bëj, besojmë, një ngritje të numrit të turistëve dhe të aksesueshmërisë të komunës sonë për tregjet evropiane. Diku rreth 60 destinacione janë të përfshira që mund të aksesohen nga Podgorica. Dua të theksoj që Ulqini është një treg i njohur apo i preferuar për shqiptarët, posaçërisht me origjinë nga Kosova dhe nga diaspora, kështu që këtë vit besojmë që gjithë do të gëzohen, do të kemi për të parë herë një festival Exit. Exiti është një festival i cili është i nisur dhe për ato që merren me këtë muzikë, do të zhvillohet në plazhin e madh nga aktivitetet e para nga 1 deri me 6 korrik, por kulminacioni do të jetë weekendi i cili është 3 deri me 6 korrik dhe shpresojmë që ky festival do të ketë një përkrahje të madhe qoftë të institucioneve shtetërore, por edhe nga mediat ndërkombëtar, pasi që është një gjë që për të parës herë zhvillohet në komunën tonë. Gjithashtu jemi të prirur që të theksojmë që cilësia e turizmit tonë është në ngritje e sipër. Qoftë nga kulinaria, qoftë nga brendet të cilat i kemi dhe atë që zakonisht e kemi është një destinacion i qetë, familjar dhe destinacion i cili është i sigurt. Ne kemi përgatitje zonën turistike, parashohin rregull më të mirë, pastërti më të mirë, vend parkinge më të mira dhe këtu kemi bërë hapa të shumta. Gjithashtu kemi ngritur parqe të reja, parku kryesor i qytetit është i përfunduar shumica gjatë këtij viti, është risi për turizëm dhe gjithashtu do të ketë edhe lojra fëmijësh të cilat nuk ishin në të kaluarën. Kemi arritur 2 vende të kemi lojra fëmijësh, kështu që post ngritjes së infrastrukturës e cila ka të bëjë me sektorin privat, këto janë ato investimet të cilat janë në dukuri. Kemi arritur të përfundojmë 3 zona për parkinge të reja dhe besoj që kjo sadokudo do të jetë një destinacion i cili është më i pastër, më i qetë, por edhe me ofertë më të mirë turistike sa i takon jetës së natës, për të rinj dhe për aktivitete sportive. Ulqini në të dhënat statistikore është duke arritur shifrën e rreth 400.000 frekventimeve apo turisteve që e vizitojnë gjatë një viti, kurse numri i fjetjeve, overnights, është 1.7 milion. Por kjo është dhënë e cila nuk është në realitet. Të dhënat janë shumë më të mëdha, pasi që Ulqini në kulmin e sezonit turistik mund të ketë edhe 100.000 vizitor. Kjo do të thotë që diku këtë numër të cilat ju përcjella mund të trefishohet. Dhe kushtet e akomodimit janë duke u ngritur nga viti në vit, ka shumë hotele të reja, ka apartamente dhe diçka të cilën është një risi, është ngritja e kapacitetit që është zhvilluar nga ana e Rivierës së Ulqinit në Adën e Bunës, ishulli i cili është në grupderdhje të lumit Buna dhe në kufi me Shqipërinë, dhe kjo është një ofertë shumë e re turistike, ngritja e kapaciteteve dhe është një turizëm nautik me të cilën Ulqini është i njohur. Aty është turizmi nudistik, i cili është një turizëm i cili Ulqini ka filluar në vitet 70-ta dhe është i njohur në rajon. Ishulli është i dedikuar për këtë turizëm dhe këtu janë aktivitete të shumta, pasi që janë aktivitete në det, në lum dhe në ambientin e
ishulli ku është kalërimi, janë sportet në det, është përveç rrezatimit apo kushtet më të mira gastronomike, restorante të shumta, dhe kjo është ngritje shumë pritur nga populli vendas që bëhet në turizmin tonë. Gjithashtu Ulqini ka 2 zona të cilat spaku çdo turist duhet t'i vizitoj, është Kryporja e Ulqinit, i cili nga ana e komunës Ulqinit është shpallur si park natyre, dhe aty kemi flamingusët, të cilët janë tani tema edhe në Shqipëri, në Zvërnec apo në zona tjera, janë pelikanët, janë mbi 200 specie të ndryshme të zegjve të cilët qoftë migrojnë, qoftë se kajnë vendin aty, dhe është një ambient të cilët turistët duhet të vizitojnë, duhet të ndajnë një ditë, të shohin një bukurinë dikur ish liçeni, tani është bërë knet e cila është përdoruar për prodhimin e krypës, dhe ne jemi duke marrë masa jo vetëm të mbrojtur këtë hapësirë, por atë rikthejmë prodhimin e krypës, e cila është shqetësore për ambientin aty. Është zona tjetër, është zona e gjirit e Vardanosit, që është pjesë e ullishtës së Ulqinit, dhe jemi duke ndërmarrë hapa për mbrojtjen e plotë të kësaj hapësire. Kjo është një hapësirë e cila rrënjët e ullinjve apo druri i ullirit shkon mbi 2000 vite vjetërsi, dhe kjo është një zonë e cila do t'i jap fryte popullit ton vite me radhë, pasi që jo vetëm prodhimi i nevojës të ullirit, por edhe si ambient kulturor, ambient të trashëgimisë kulturore, e cila me shëtitje të pasditme, me njohtimin, me prodhimin, do të kthej një dinjitet të popullit ton, por edhe do t'i kënaq vizitorët e qytetit. Pasi që turizmi në botë tani është një turizëm i cili nuk është turizëm vetëm plazh dhe ambient ku banojnë, por është aktivitet i lirë. Gjithashtu është zona e liçenit të Shasit. Liçeni i Shasit është i lidhur me një kanal me lumin Buna, dhe është një zonë e cila ka potencial të zhvillimit dhe kanë filluar zhvillimi i turizmit rural, akomodimit në zona rurale ku turistët mund të njoftohen edhe me vlerat të kuzhinës, të traditës tonë kombëtare, të qyteti i lashtë i Shasit, të cilit jemi duke i mundësuar që vizitorët të kalojnë një pjesë të ditës atje, duke frekuentuar, vizituar, janë punkte informative, por edhe të gëzojnë ambientin e mrekullueshëm të këtij liçeni. Po ngritja e përgjithshme e çmimeve fatkeqësisht është dukuri në gjithë botën. Kjo ka marrë një spiral ngritëse në kohën e koronës, dhe si pasojë e shpenzimeve të shumta, programeve të cilit janë bërë me luftën në Ukrainë, me aktivitetet e fundit në gjirin persik, krizën, ngritja globale e energjisë ka krijuar edhe mungesa e prodhimeve bujqësore, ka krijuar që inflacioni të jetë në rritje në gjithë botën. Kjo është dukuri në gjithë rajonin, por Ulqini është në nivel të çmimeve diku të Prishtinës. Ende kemi mundësi të cilat familjarët, ato njerëzit të kenë përzgjedhje për, do të thoja, çdo lloj xhepi. Atë të lartë, të mesëm dhe të ulët, kështu që oferta jonë vazhdon në atë drejtim. Oferta gjithë zonës është e tillë që çdo kush mund të ketë një treg apo një ofertë e cilët mund ta përballojë turistët të cilët frekuentojnë qytetin tonë. Edhe për mua personalisht, edhe për jua, është nëse një plazh ofron baldehinin 100 euro apo 50 euro ditën. Por në të njëjtën kohë janë plazhet pranë tyre të cilat ofrojnë atë çadrën e diellit për 15 euro, 12 apo 18, domethënë kjo është vetëm mënyrë e tregut. Sigurisht vetë kapitalizmi ka logjikën e tij. Tregu e dominon, oferta dominohet nga vetë kërkesa, kështu që këto janë trende të cilat ne i përcjellim vite me radhë. Unë jam duke punuar intensivisht të ndryshohet
qasja e shtetit të Malit të Zi ndaj zonës së mirave vetare. Pasi që zona e mirave vetare menaxhohet nga një kompani e cila është kompani e themeluar nga shteti, por ajo i dikton kushtet në plazhet tona, quhet të mira vetare, dhe jemi duke bërë tentativa të shumta dhe këtu shpresojmë të kemi sukses, që të ndryshohet ligji dhe në një mënyrë që të bëhet shumë më aksesueshme plazhi nga ana e qytetarit, pasi që këto të cilët të shfrytëzojnë plazhin, ato kanë qira shumë të lartë. Kjo kompani dhe kjo ndikon edhe në çmimin e ofertës së tyre. Diaspora nga ana e shqiptarëve të Malit të Zi, vetëm në disa raste të izoluar ka investuar në zhvillimin e turizmit, ku kryesisht e kam mendjen në ngritjen e hoteleve apo të kenë pronë hotelet të ish sistemit socialist. Por nga ana tjetër, dhe diaspora ka një know-how apo një vlerë të shtuar të dijes e cila ka përmbledhur nga puna e tyre në shtetet ku jetojnë, e cila është më avancuar se e jona. Dhe këtu, për dallim nga Kosova apo nga Shqipëria, ka munguar ai impakt të cilin e kanë bërë në Shqipëri apo në Kosovë. Arsyeja ishte që nuk i kanë besuar shtetit apo privatizimeve të cilët ishin. Dhe ne tani jemi në fazën ku intensivisht kemi dialog me diasporën, por ai nuk është i lehtë, që t'i sigurojmë që SPAK-u nga ana komunës sonë do të kenë partner në investimet e tyre të cilët do t'i bëjnë në komunën e Ulqinit. Dhe kështu që para pak ditësh ne kishim shënimin ceremonial i fillimit të ndërtimit në një zonë ku investitorë janë nga Kosova, 2 partnerë nga Kosova dhe një nga Holanda, e cila mund të quhet investim i huaj, dhe është një investim i cili në fund do të ketë vlerë të 10 miliona eurove, fakt i cili na gëzon. Nga ana tjetër, mua si kryetar komune jam shumë i brengosur me planifikimin hapësinor, të cili aktual ka mundësuar ngritjen e shumë banesave apo apartamenteve, të cilat në një shkallë afatgjat krijon mundësinë që Ulqini të shndrohet në një qytet i cili jeton vetëm verës dhe jo dimrit. Kjo dukuri fatkeqësisht e shoh ashtu edhe në Kosovë, ngritja e apartamenteve të shumta mbi numrin e familjeve të cilët i kemi. Kështu që Ulqini, si edhe Mali i Zi, por Ulqini në 5 komunat kryeson në listë, që kemi mbi 25.000, diku rreth 25.000 objekte banimi ose apartamente të ndryshme, kurse kemi vetëm 6.200 familje. Kështu është edhe Mali i Zi. Mali i Zi, diku nëse zgaboj, është rreth 400.000 objekte banimi dhe flasi për rreth 200.000 familje. Dhe kjo dukuri, nëse do t'i keni statistikat, është e ngjashme tani edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Procesi i vjetërsisë së popullsisë apo rënies demografike është një fakt i cili jemi duke marrë me të në suas të kompetencave dhe mundësive që kemi. Mandati im është një mandat i cili kam dëshirë të shënohet me një kujdes më të madh për fëmijët dhe kushteve në të cilën ato jetojnë, dhe jemi duke investuar goxha më tepër se dikur në sport, në objekte sporti dhe në arsim. Kështu që u ka pasur fatin që pas, do të thoya, 40 viteve të përorojmë gur themelin për objektin për fëmijë me nevoja të veçantë. Jemi duke ndërtuar objektin i cili në fund do të kalojë vlerën e 2 milionë eurove. Dhe kjo është investimi i parë që shteti apo komuna e zhvillon në objekte në komunën e Ulqinit nga rënia e socializmit. Diaspora ka potencial edhe financiar, ka potencial edhe njerëzor në know-how që objektet hotelerike apo objektet të cilat do të jenë në shërbimin drejt për drejt të turizmit,
në ngritjen e vendeve të punës, në ngritjen e ofertës, në ngritjen e cilësisë të ofertës turistike sportive do të ketë partnerët tonë. Ne kemi mundësi investimit të cilët jemi duke bërë hapat e para historike për komunën e Ulqinit, jemi duke krijuar kushte për investimin në portin e Ulqinit, dhe sigurisht kjo për ato që nga diaspora do të kenë mundësi, është një investim afatgjat dhe një investim i cili duhet të jetë profitabël. Këtu flasim për ndërtimin e portit të Ulqinit, i cili duhet të shërbej më së shumti për detyrim nautike, për jahte familjare personale, dhe investimi është i vlerësuar nga ana e ekspertëve të cilët na kanë punuar studimin e fizibilitetit në një vlerë 50 milion euro, 14 milion më saktë, por rikthimi i këtij investim është shumë më tepër se investimet në hotelieri apo në sferë tjetër ekonomike. Kështu që do t'i ftoja, kemi zona ku mund të investojnë në hotele të reja, dhe do t'i ftoja që ta kuptojnë që Komuna e Ulqinit është në shërbim të zhvillimit afatgjat të qëndrueshëm të komunës.